tjetër kartolinë shumë e bukur. Është një vajzë e cila do shumë fort Shkodrën, ka dhënë shumë për Shkodrën, edhe këtu edhe kur ishte i larg Shkodrës në emigrim, se ka harruar asnjëherë. Klodiana Vata është vërtet një emër shumë i dashur për të gjithë ne, e cila na ka treguar se si është fundvitit për një këngëtare me aq shumë angazhime. Kemi bërë edhe një lojë të vogël, e kemi ngacmuar me Klodianën. Arriti ta realizonte deri në fund? Po, çfarë nuk realizon Klodiana, është vërtet shumë sportive dhe vërtet shumë spontane në gjithçka që thot. Është shumë e pashme. Tepër e bukur, një ndër vajzat më të bukura që ka Shkodra. Tani se ka menduar unë të ta kisha bërë edhe ty atë lojën e Klodianës. Po mirë, presim në një nga Jo, mos e këto surprizat i kam shumë i natë unë. Po mirë, presim në një nga këto netët në vijim, se si ditë ishte lojë bukur. Ja ta shohim bashkë çfarë ka thënë. E ndjekim. Tetokim është zhvendosur pranë një super uragani. Na ka bërë jashtëzakonisht krenar gjatë këtij viti. Do pyesim ne se si ka shkuar ky vit për Klodiana Vatën. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjej, gjithmonë kënaqësi me kanë pjesë intervistave tuaja. Mua më duke sikur i jep më lezet vitit të ri, kur kam këtu në studio. Faleminderit. Edhe që jemi në studio, por jemi zhvendosur kështu me Tetokim për të Oferimi. Absolutisht, për të një tjetër atmosferë. Klodiana, si ka shkuar ky vit për ty në 3 fjalë? 3 fjalë eksakte. 3 fjalë eksakte. Viti i mbar, me begati edhe me lumturi. Kështu ka qenë. Me ndryshime, nëse mund ta them. Mos më kale 3 fjalë. Ja, s'po t'i kale. 3 fjalë që të vlejnë. Me cilën ngjyrë do ta personifikoje këtë vit? Jo për me kanë klishe, po ata që mjojnë e dinë se mu pëlqen shumë ngjyra kuqe, kështu që zjarr. Me të kuqe, ashtu siç ke qenë ti, gjatë gjithë këtij vitit, me gjëra të reja, me gjëra të bukura. Cila ka qenë eksperienca më emocionuese? Eksperjenca më emocionuese, besoj që ka qenë kthimi këtu. Kthimi në Shqipëri, aktivitetet këtu, rindërtimi i grupit tem, që tashma e kam pjesë kudo që jam në evente, kjo besoj ka qenë pjesa më emocionuese. A ka pasur ndodhi të frikshme, që të kanë shkaktuar pak ankth gjatë këtij viti? Po bëjmë bilancin bashku para faqe të gjithëve. Patjetër, ajo ka qenë pjesë e rrugtimit tem, sepse ndryshimet e mëdha që pëson çdo njeri, po sidomos unë që jam në këtë fazë, në këtë moshë ose në këtë pjesë të karrierës, besoj se janë gjithmonë të shoqënuar me frikë, me ankth, me emocione, por që jo, në gjë specifike thjesht janë të gjithmonshme. Përgatitjet, stresi edhe lodhja që janë gjithmonë për dalë sa më mirë, janë gjithmonë pjesë e përgatitjes. Miqt janë gjithmonë një pjesë shumë e rëndësishme e jetës së secilit prej nesh. A ka pasur miq të rinj, të cilët i ke marrë me vete gjatë këtij viti? Ka pas miq të rinj që kam bë, por që miq për cilët unë jam krenare, janë miq të cilët unë i kam lënë kur kam i kam gjetë prapë këtu, i kam pjesë të jetës teme, janë njerëz të mi të dashur, njerëz të mi të afërt, që nuk ma kanë shlu kur dorën, janë miq që unë kam në Kanada, që kam në New York, që më kanë shoqënu edhe këtu kur kam ardhur, dhe për fatin tem të mirë kanë qëllu që kanë këtu edhe kur kam kënë unë, dhe kanë kënë support, janë support shumë i madh për mu, dhe jam mirënjohëse dhe jam shumë e lumtur që i kam pjesë të jetës teme. Ata miq që i kam atje miq këtu, sepse pa shoqëni nuk mundesh për me ecë një jetë ose me kanë e lumtur, kështu që për mua janë gjithçka. Absolutisht, po janë një ndër gjërat më të bukura që na ka dhënë jeta. Një dhuratë që na i bën vetes tonë. Patjetër. Unë mendoj kështu është miku. Kënga më e bukur që ke dëgjuar gjatë këtij viti? Kënga më e bukur. Ka shumë. Hajde, një tënden. I këngë temen, kënga jeme besoj kënga jetë që ja kam dediku mamit. Ajo është pika e dopës. Më e bukur e këtij viti. Po. Absolutisht, po. Një refren të vogël. E të këngës jetë, po. Të kam jetë pa ty nuk muj, se të tu me ty unë vuj. Shumë për muje. Shumë për muje. Është vërtet një
një këngë shumë emocionuese, tepër e bukur. E përshëndes Edon, mamin tënë që është aty pas kamerës dhe na përcjell gjithmonë. Këtu e televizore kudo. Sigurisht, aty e ka vendin. Po, tjetër, atje, gjithmonë. A je shumë e familiarizuar me teoritë konspirative? Po, jam. Cila ka qenë më e çuditshme që ke dëgjuar gjatë këtij viti? Unë në i shumë, sidomos për vete një. Sidomos Ato për janë më të vete, bukurat. në i shumë. Ka pas teori konspirative të ndryshme që kam dëgju, po ato të mia, ato një Hajde ndaje një me ne. Shëdi, s'po di cilën me të thanë tash, janë bo shumë, seriozisht, janë bo shumë. Po një për tyne është, unë jam shumë e pasun, është një teori konspirative që falemner, sose që me më njërë që jam ka që pasun. Fjala juaj në vesh të Perëndis. Aq. Shpresoj, uroj që për vitit tjetër si Më tjetë. thënë ke bo lek me uajën koncerte, se din se tanë lek të koncerteve më mikin, shpenzime, investime, karrierë. Janë, dhe me thënë si shafë. Por, Sikur t'ishin vërteta gjithë të teori konspirative, do t'ishte bukur. një vetëm i dëgjojmë. A ke vizituar vendet bukura këtë vit? Edhe cilin për i tyre e veçon më shumë? Nuk kam bo shumë pushime të drejten, edhe nuk ashtë se kam lëviz shumë. Thjesht, dhe me thënë, unë kam eksperu ma shumë Amerikën veriore ku kam jetu edhe New Yorkun, këto kanë vendet që unë kam vizitu, edhe natyren e Shqipërisë që e kam shiju edhe shije çdo ditë, mundohem me lëviz, mundohem për me shku edhe në Shkodër, në vendet që s'kam kanë. Cilin vend këti ke më për zemër në Shqipëri? Le ta marrim kështu. Shkodrën as bëhet. Po përveç Shkodrës, se Shkodrën e dim ne. As nuk llogaris as cilën tjetër më para Shkodrës. Shkodra i ka tana. Ka detin, ka malin, ka liçenin, ka tana mërkullit. Ka njerëzit, Ka vajzat e njerëzit, bukura, të tana gjanat e bukura. talentuara. Unë them drejtën kënaqem se kur lëviz njeriu ka nevojë me pa, po si në Shkodër nuk është asnjë si jo se jam prej Shkodrës, por i ka të tana dhe unë dënë më uaratis më shku ku dush, i ke tana opcionet, që jena të beku me këtë vend. Sikur të dinin të gjithë sa të bekuar jemi, sa mirë do ishte. Ja, është e vërtet, po ata që jetojnë jashtë ose që e bëjnë ndryshimin, ja din vlerën edhe njerë më shumë. Më shumë, e vërtet kjo. A ka pasur pendime 2025-a? Ka pas, po tjetër, ka pas. Ka pas pendime qoftë ndonjëherë edhe për, ndoshta për vendime që kam marrë, ose ndoshta edhe për njerëz që ju a kam dhënë mundësinë, i kam afru, po janë gjëra që kalojnë besoj, janë pjesë e jetës edhe jo në gjë që më marr shumë afër zemrës. A ke shuar ende letrën e babagjyshit? Ja. Na shojnë edhe fëmijët, kujdes me përgjigjen. Unë hala s'kam vu pem. Çfarë po pret? Kam Angazhime, shumë ma merr angazhume, mendja. edhe kam edhe dy prindë e mi që i kam në një punë shumë intensive, me shumë ngarkesë që edhe ata s'janë pothuajse në shtëpi kur, po akoma se kam shkruar letër. Letrën se ke shuar ende, tani babagjyshi mundet të na përcjell përmes Tatokim, cila do të ishte një dhuratë e bukur për ty. O dhurata më e bukur është me majtë shtetin, mua dhe familjes teme. Aja është gjëja më e rëndësishme për mua, njerëzit e mi që i du fort mi pas shnetshëm edhe mi pas afërmend gjithmonë. Kja është dhurata më e madhe. Vërtet një dhuratë shumë e bukur. Një pjesë e bukur dhe mendoj interesante e kësaj interviste është një lojë. Tani unë pa lojra sikur me mungon diçka kur nuk i bëj këtë lojë. Aku më mirë se në fundit, se kemi nevojë për pak çaste të këndshme. Unë e di që ti je shumë e drejtë për drejtë edhe do na thuash ato që të vjen në mendje të parën. Unë do të bëj një lojë, do të them disa emra, janë personazhe të rëndësishëm të jetës kulturore, por edhe politike të Shkodrës, por edhe më gjërë ti do më thuash një mbiemër për ta, një cilësi që ata kanë, një veçanti shumë bukur që ata kanë, ose një kujtim të këndshëm që ke me ta. Vetëm një herë mund ta përdorësh kartën se njoh aq mirë sa për dhënë një opinion për ta. Tani, a je gati? Po tjetër, gati. Okej. E nisim me parin e Shkodrës, Benet Beci. Suportues në artistave. Kjo është një veçanti e mirë në fakt, Luiz Zedi. Këngëtar i mirë. A ke pasur momente, ke pasur rasta ta njohësh personalisht? Po tjetër, kam punu në live në moshë 15 vjeçare me të, kështu që e njoh personalisht. Edi Rama. Artist. Artist është, edhe është vërtet artist. Myfaret Elaze. Diva shkodrane, mund të më thënë. Saviana Vjarta. Këngëtar shumë e mirë. Glerdit Turmetaj. Dhe Glerdit është një këngëtar shumë i mirë dhe shok i mirë. Ilsi Ademi.
Shok shumë i mirë edhe një super artist. Dafina Zeqiri. Davina Zeqiri është super këngëtare dhe një kameleon në ndryshimet e saj, të zhanreve, muzikës. Ylli Limani. Këngëtar shumë i mirë, artist me plot gojën, shumë këngëtar i mirë. Zyli Hamiloti. Super diva, një super artiste edhe fat që e kena. Sidrit Beleri. Këngëtar shumë i mirë edhe një njeri i mirë mi tana, sepse është jo vetëm që njihet për pjesën e këngëtarit, po njihet edhe se sa shumë ndihmon. Kështu që besoj se është një njeri shumë i mirë. Fatmira Breçani. Bisha. Këngëtar shumë e mirë. Rosela Gjylbegu. Vajzë e mirë, e thjesht edhe këngëtar shumë e mirë, shumë e ëmbël. Noela. Është këtu më rri. Këtu po të rri. Do mi thanja dy fjalë. Hajde se shajmë bashkë. Shumë e mirë, shumë e dashtun, shumë suportuese ndaj tan artistave. Vajzë shumë e mirë, që dhe me të shah. Ditë të keqe. Se bëjmë lajme. Ska. Sabri Fejzullahu. Loçkaman, si thojnë atje në Kosovë. Taman Loçkaman. E fundit, pak me zararësh, e do e kesh pak vështirë këtë fundit, Klodiana Vata. Shumë problematik. Në kompleks, me tanat mirat edhe të këqijat, ashtu si e nja unë, së në nja shumë. Po, mirë jam, nuk jam këtë. Po pëse ta shajmë veten tani në fund vit? Jo, vetëm veten se shajon, sidomos kam qëllu edhe me shenjë horoskopi Luan. Harroje. I ke thënë të gjitha, i ke vënë pikën. Jam vërtet shumë gjanë edhe jam gjithmonë shumë e lumtur kur bëjmë intervista bashkë. Faleminderit shumë. Do na bësh një urim për të gjithë shkodranët? Patjetër. Do kisha dashur me ju uru vitin e ri 2026 me ka një vit i mushur me lumtuni, me harmoni dhe uroj që të gëzoni shëndet plot, sepse ajo është gjëja më e rëndësishme. Uroj që tana planet, ëndrat e jetës t'ju plotësohen edhe të keni afër njerëz të dashur. Shuroj më të mirat për të tanë, edhe për ty, edhe për stafin e TV1 Channel, për të gjithë ata cilët punojnë pafund, i du shumë fort, se unë jam rrit në këtë televizion, edhe gjithmonë ka kënë televizion që më kam shtet, dhe asnjëherë nuk e harroj, gjithmonë do t'jem këtu për me kontribu, po edhe me kënë pjesë e ti. Faleminderit. Faleminderit shumë. Edhe një vit 2026 vërtet të mrekullueshëm. Faleminderit shumë, e vlerësoj.